Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Therrja kurbanit në shtëpinë e Hoxhës Selim. Në një mëngjes të kthjellë të Bajramit kurbanit, në një fshat të qetë malor, u përhap zëri i ezanit që thynte heshtjen e natës. Hoxhë Selimi, një burr i moshuar me mjekër të bardhë dhe sy të ngrohtë, u ngrit nga shtrati me përkushtim dhe për ulësi. Ai e dinte se dita kishte ardhur, ishte pra dita e thirrjes së kurbanit. Një amanet i urdhëruar nga vetë Allahu për besimtarët që kishin mundësi. Pasi fali namazin e sabahut, ai veshi rrobat më të pastra që kishte, me pas bashkë me djalin e tij të madh, Eminin, morën rrugën drejt xhamisë për të falur namazin e Bajramit. Xhamia gumxhinte nga zëri i fëmijëve dhe burrave që përshëndeteshin me Bajram Sherif Mubarak qoftë. Pasi u falën, Hoxhë Selimi mbajti një hutbë ku përkujtoi historinë e Ibrahimit a.s., bindjen e tij ndaj Allahut dhe urdhrin për flijimin e birit të tij Ismailit. Ai tha se thirrja e kurbanit nuk ishte thjesht një akt mishor, por një shprehje devotshmërisë dhe dorëzimit të plotë ndaj Zotit. Kur u kthyn në shtëpi, djali i vogël i Hoxhës Halimi vrapoi drejt babait dhe i tregoi me entuziazëm darshin e bardhë me 2 brirë që kishin bajtur për këtë ditë. Është i shëndosh, babi, tha. Nuk ka asnjë tëmet. Hoxhë Selimi buzëqeshi. Kështu duhet të jetë kurbani, tha ai. Nuk pranohet nga Allahu nëse është i çal, i verbër apo i semur. Duhet të jetë i shëndetshëm dhe pa mangësi. Para se të fillonin thirrjen, ai kërkoi familjes që të lahej, të vishte rroba të pastra dhe të qëndronte me respekt pranë vendit ku do të kryhej thirrja. Ai ktheu fytyrën nga kibla, përgatiti thikën duke mprehur mirë dhe i dha dashit pak ujë për të pirë me zë të ulët, tha: Bismillahi, Allahu Ekber, me emrin e Zotit, Zoti është më i madhi. Duke thirrur me një prerje të shpejtë dhe të butë e të mërshirshme, djali i tij Emiri mbajti kafshën me kujdes, pa e munduar. Gjaku rrithë në tokë dhe në sytë e Hoxhës Selimit shihej një ndjenjë për ulësie, jo krenarie. Pasi përfundoi thirrjen, ai u lut: O Zot, pranoje këtë kurban prej meje, siç e pranoje prej Ibrahimit a.s. Pastaj me kujdes filluan ta ndalin mishin, një pjesë për vete, një për të afërmit dhe tjerta për fëmijët dhe për të varfrit. Emiri mbushi një thes me mish dhe ja çoi një gruje të vetë që jetonte në fund fshatit. Halimi vrapoi te një plak i vetmuar dhe i la mishin para derës. Shtëpia e Hoxhës Selimit u mbush me aromë mishi, por asnjë nuk hëngri derisa u kujdesën që çdo pjesë të ndaj siç duhej. Në mbrëmje, teksa dielli perëndonte pas maleve, Hoxhë Selimi mblodhi familjen rreth sofrës. Ata falënderuan Allahun për begatinë, për mundësinë e thirrjes dhe për paqen që ndjenin në zemrat e tyre. Në atë tryezë nuk kishte thjesht mish, por kishte besim, përvëllësi dhe dashuri për Zotin. Dhe si çdo vit, ai u kujtoi fëmijëve se kurbani nuk ishte vetëm thirrje, por një kujtim i ndodhive, i ngjarjeve, siç ishte edhe rasti i Ibrahimit a.s., një kujtim i bindjes së madhe, një shkollë që të mëson të japësh më të mirën për hir të Allahut. Kështu kaloi një ditë e shenjtë në shtëpinë e Hoxhës Selimit, me rregullat e thirrjes që nuk ishin vetëm udhëzime, por pjesë e jetës së tij të ndërtuar mbi bindje dhe dashuri të plot për Krijuesin, Allahun fuqiplot.